Shkalla e tretë e gjyqësorit nuk ka pranuar rekursin e ish efektivit të policisë Ludian Zajmi, i cili kërkoi prishje të vendimit të dhënë nga apeli i posaçëm më 25 janar të vitit 2024. Më 15 shtator të vitit 2023, gjykata e Tiranës e shpalli fajtor për akuzën vrasje punonjëse të policisë të shtetit dhe dënoi me 35 vite burg ish policin Ludian Zajmi, ndërsa në vendimin e apelit vendosi të ndryshohet akuza në vrasje me paramendim, duke ulur 5 vite dënimin. Ngjarja e rëndë u shënua brenda në ambientet e komisariatit numër 3 në zyrën e instruktazhit, pak para se të dy oficerët e patrullës së përgjithshme të merrnin turnin. 25 vjeçari efektivi policisë qelloi 6 herë me armën e shërbimit kolegun e tij, Çavush Saliasi, 55 vjeç. Saliasi u dërgua me urgjencë në spital, por për fat të keq ndroi jetë si pasojë e plagëve të marra. Ludian Zajmi kishte vetëm 1 vit e gjysmë në policinë e shtetit, ndërsa viktima Çavush Saliasi mbi 20 vite karrierë me uniformat blu. I riu merrte antidepresant, por sipas kartelës mjekësore nuk rezultonte me problemet të shëndetit mendor. Pretendonte se kolegu e bullizonte.